Pra, ja udhëtimi ton pak nga pak pothuajse po plotësohet itinerari i tij. Jemi këtu në kishën e Shënsotirit. Është kisha e fundit për zonën e Sheqishtës, çka ishte dhe objektivi i emisionit ton. Kisha e Shënsotirit është dhe një nga kishat qendrore të zonës, pasi ne vizituam së bashku kishën e Shënmarisë dhe kishën e Shën Trifonit. Të shtatë këto kodra, ose të shtata këto pjesë të këtij masivi kodrinor u quajtën me emrin kodra e Shënsotirit ose kodrat e Shënsotirit, për shkak se vetë kisha e Shënsotirit, në të cilin e cila ndodhet në kodrën më të lartë, dominon të gjithë zonën. Është një pikë strategjike, mund ta quajmë. Është e çuditshme zgjedhja e vendit të objekteve të kultit tek feja kristiane, për arsye sepse janë munduar gjithmonë ndërtuesit dhe besimtarët që të zgjedhin vende të qeta, të shkëputura nga komuniteti dhe pikat dominante ku mund të shieshin nga të gjithë. E kjo mund të jetë një nga specifikat ose një nga synimet e klerit për të ngritur dhe për të dhënë rëndësi këtyre objekteve të kultit. Megjithatë, na bën përshtypje te kjo kishë Shënsotiri, afreskët janë afreskët të reja, të cilat janë, si shohim në datën që na sqaron dhe që na njofton pikërisht punimin e tyre, janë pikturuar në vitin 2004. Janë krijime ku është ruajtur një farë stili që quhet stili bizantin, me ngjyrat tipike të tij, ngjyra të ftohta, me qëndrim pozant shenjtët dhe martirët. Dhe është e çuditshme se në një nga faqet e saj kemi disa nga shenjtët, kishat emrat e të cilëve mbanin ndodheshin në këtë zonë. Por tashmë kanë mbetur vetëm 3: Shën Maria, Shën Trifoni, Shën Sotiri. Kishat e tjera ose kishëzat e tjera më të vogla nuk ekzistojnë dhe kanë mbetur vetëm si toponime, emra vendesh, gjë që dëshmon se në të kaluarën Sheqishtja duhet të ketë qenë një zonë e veçantë, me një përqendrim kaq të madh të objekteve kishtare, dhe e tham pak më parë që është një rast unik dhe vetëm qyteti antik i Bylisit mund ta konkurrojë. Atje për nga sasia e objekteve kishtare. Por Sheqishtja mendoj se nuk ka qenë një qytet ose qytet, ka qenë thjesht një vend banim i hapur rural, dhe ka shumë mundësi që këto kisha mund të jenë lidhur pikërisht sepse këtu ka kaluar dega jugore e vijës Egnatia, dhe dihet që krishterimi përpara 2000 vjetësh, gjatë periudhës perandorisë romake, u përhap pikërisht në rrugët e komunikimit, ashtu si dhe sot arteriet e komunikimit, po të u thosh në arteriet e komunikimit, shikon objekte kulti që përkasin të gjitha feve.